Vijon procesi i shkrirjes së koalicionit Vlen në subjekt politik. Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, tha se këtë javë subjektet brenda Vlenit duhet të emërojnë antarët në kryesinë e përbashkët, që do të numërojë 23 anëtar. Po ne veç më kemi marrë vendim për të nisë procesi i bashkimit apo shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Unë besojmë brenda kësaj jave subjektet politike pjesë të Vlenit do duhet të sjellin vendime për emërimin apo përcaktimin e antarëve në kryesinë e përbashkët prej 23 antarëve dhe pastaj ajo kryesi do të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme drejt ngritjes së shtabeve a nivel lokal të përbashkët dhe sigurisht edhe vendimin për ndonjë kongres përbashkues ku do të formalizohet edhe subjekti i vetëm Vlen. Më pak me rëndësi përsëri se kush do të jetë kryetar, me rëndësi është harmonia që funksionon brenda antarëve të Vlenit. Kush do të jetë kryetar, unë besoj se do të jetë më i miri për Vlenin dhe për shqiptarët më të veriut. I pyetur nëse Arben Taravari do të largohet edhe nga qeveria, Bilal Kasami nga Vlen tha se për këtë duhet të merret vendim bashkë me partnerët e koalicionit qeveritar. Kasami tha se është e panatyrshme që dikush të bashkëpunon me opozitën, të jetë pjesë e ekzekutivit. Është e panatyrshme që një subjekt politik që bashkëpunon me një subjekt politik në qeveri, që bashkëpunon me një subjekt apo me opozitën, të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë. Ne si Vlen sollëm vendimin të cilin është i njohur opinioni, sigurisht që tash në koordinim me pjesën tjetër të qeverisë, me partnerët e qeverisë, do të sjellim edhe vendimin e fati, do të kisha thonë, të qeverisë dhe koalicionit qeveritar. Po edhe njerë po e përsëris që çdo kush që bashkëpunon me BD-n dhe Ali Ahmetin, të cilin ne e kemi akuzuar dhe vazhdojmë të akuzojmë për korrupsion, për krim dhe keqpërdorim 20 vjeçar të pozitave publike, nuk është e mundur që të jetë pjesë e qeverisë, por përsëri them, është një vendim formal që duhet ta bëjmë si partner të koalicionit qeveritar. Kasami nga Vlen thot se largimi i Taravarit nga koalicioni nuk do të ndikojë në numrin e votuesve që mbështesin këtë koalicion. Kasami thot se pas vendimit që pritet të marrë qeveria për Taravarin, mbështetja për shumicën parlamentare pritet të rritet. Çdo subjekt që largohet nga Vlen nuk e ka përkrahjen e këtyre 107.000 votave të cilat i ka marrë koalicioni Vlen, prandaj pa marrë parasysh numrin e deputetëve, unë vlerësoj që koalicioni Vlen vazhdon të ketë mbështetjen dhe përkrahjen e qytetarëve të atyre 107.000 votave të cilat i ka marrë dhe sigurisht të ketë edhe legitimitetin, por këtu të sqarojnë opinionin që unë e pres që në ditët në vijim, kur do të merret edhe vendimi formal në kuadër të qeverisë për hapat e mëtutjeshëm, që numri dhe përkrahja e qeverisë të rritet dhe jo të zvoglohet. Kryeministri Hristijan Mickoski pritet që gjatë javës të realizojë takime me partnerët shqiptar në qeveri për të shqyrtuar pozicionet politike pas trazirave në Vlen, të cilat kulmuan me largimin e aleancës për shqiptarët nga koalicioni. Zjadin Sela mbrëm deklaroi se periudhën e kaluar Taravari është takuar 2-3 herë me kreun e BD-s Ali Ahmeti. Pa ju referuar deklaratës së Selës që shkaktoi reagime në opinion publik, Taravari në një status në Facebook shkruan shkurt se busulla e vetme e orientimit të tij është populli, i cili është ndërgjegja, zëri dhe forca e tij.